Përshëndetje gjithë. Me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore, Departamenti për Siguri Publike, nëpërmjet strukturave të Drejtorisë së Policisë Rrugore, ka marrë një sër masash shtesë në funksion të mënyrës së re të monitorimit të qarkullimit rrugor, evidentimin, ndëshkimin e shkelëve të rregullave të qarkullimit rrugor. Në të futur, janë kalibruar 22 mjete shpejtësi mas. Janë pajisur të gjitha strukturat e policisë rrugore me drone, kamere dhe aparate fotografi, aparate alkool testues dhe drog testues. Shërbimet e policisë rrugore në rrugë interurbane, në zbatim të telegramit drejtorit përgjithshëm policisë shtetit, për të mos ndaluar pa shkak automjetet rrugore interurbane. Pra, në akset rrugore nacionale, do të vijojnë monitorimin e qarkullimit rrugor nëpërmjet pajisjeve logjistike dhe patrullimeve të lëvizshme dhe shkeljet e konstatura nga mjetet logjistike do të verbalizohen në masa administrative, të cilat do të pasqyrohen në kohë reale tek Albania. Patrullat e policisë rrugore në akset nacionale do të ndryhojnë kur konstatojë sjellje arrogante në rrugë, parakalime të njëpasnjeshme, manovra të gabuara apo shpejtësi te normat lejuara, të cilat janë rrezik potencial për përfshirjen e ngjarjeve rrugore. Njëkohësisht, do të bashkëpunohet me qendrën kombëtare të monitorimit të trafikut, me qëllim që shkeljet e konstatura t'i kalojnë policisë rrugore për të përcuar masat administrative. Për sa i përket qendrave urbane, shërbimet e policisë rrugore do të vijojnë me grupe kontrolli për teste alkooli, kontroll për shpejtësi, parakalime të gabura, mosdhënie për parësi këmbësorëve, përdorim të celularët dhe rripave të sigurisë. Parkimet e gabura do të jenë në qendër të vëmendjes, duke përdorur dhe mjete ngrese për parkimet në korsi të dedikuara, ku bllokohen lëvizjet e lira të automjeteve apo të këmbësorëve. Janë analizuar të gjithë treguesit e performancës për 4 muajin e vitit 2026, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025. Pavarësisht se ka një përmirësim të lehtë, por ngelet shumë shqetësuese sjelljen agresive në rrugë, duke shkaktuar aksidente me pasoja humbjen e jetës apo plagosje të qytetarëve. Nga analiza e bërë, rezulton se dinamika dhe shkaqet e aksidenteve pothuajse janë të njëjta me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Përgjatë 4 muajve të këtij viti, si rezultati i monitorimit të qarkullimit rrugor, janë arrestuar gjithsej 1009 shtetas, drejtues automjeteve, për drejtim mjeteve në gjendje të dhëur dhe pa leje drejtimi. 82.100 drejtues mjetësh janë dëshkuar për shpejtësi mbi normat e lejuara, që variojnë nga 20 km/h mbi normat e lejuara deri në 3 të normave të lejuara. 815 drejtues automjetësh nuk kanë asnjë pikë me lejen e drejtimit dhe do të nështrohen testit nga e para. 27.000 drejtues automjetësh janë dëshkuar për parakalime të gabuara, rreth 60.000 drejtues automjetësh për drejtim mjetit pa sigurimi, duke përdorur celular apo drejtim e mjeteve pa kasë mbrojtëse. 161 masa administrative janë vendosur për parkime të gabuara dhe 85.000 për shkelje të ndryshme. Sipas statistika, dallohet qartë se numri më i lartë i aksidenteve me pasojë ka si shkak shpejtësinë dhe më pas vjen sjellja e këmbësorëve. 33% janë këmbësorë, motorciklistë dhe biciklistë. Të gjithë treguesit e 4 muajve të këtij viti tregojnë se ka rritje të evidentimit dhe ndëshkimit të drejtuesve të automjeteve që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor. Njëkohësisht, janë evidentuar drejtues të automjeteve me shkelje të përsëritura dhe u është kërkuar strukturat e policisë rrugore të marrin masa të menjëhershme për monitorim dhe mbajtjen kontroll të vazhdueshëm të këtyre drejtuesve që janë shkelë përsërit të rregullat të qarkullimit rrugor me pasojë jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Nisur nga perceptimi i gabuar në publik se drejtuesit e mjeteve nuk do të ndalohen nga patrullat e policisë, sqarojmë opinionin publik dhe përdorues të rrugës së. Detyrat e vendosura në telegramin e drejtorit përgjithshëm policisë shtetit 3074/2026 mbi marrjen e masave për garantimin e qarkullimit dhe të pandërprer të mjeteve kanë të bëjnë me mosndalimin e automjeteve në rrugë nacionale pa shkak, duke krijuar imazhin e keq në publik.
Në akset rrugore nacionale, shërbimit dhe policisë rrugore monitorojnë qarkullimin dhe do të evidentojnë shkeljet rrugore nëpërmjet pajisjeve teknologjike. Punojësit e policisë, kur evidentojnë shkelje dhe e dokumentojnë me mjete logjistike, sjelljet agresive të drejtuesve ato mjete do të veprojnë sipas kërkesave të kodit rrugor. Do të organizohen të gjithë në vazhdimsi pika kontrolli të qëndrueshme sipas kushteve të sigurisë në drejtimin e shefave të seksioneve dhe shefave të sektoreve, sipas planeve të dedikuara me objekt, kontroll për pije alkoolike, përdorim celulari, kasave mbrojtëse, për drejtues motormjeteve, mjetet dedikuara dhe alert. Policia rrugore apelon për të gjithë përdoruesit rrugor të zbatojnë me rigorizitet rregullat e qarkullimit rrugor. Çdo sjellje agresive në rrugë apo ndaj punonjësve të policisë do të ndëshkohet maksimalisht me të vetmi qëllim rritjen e sigurisë rrugore dhe parandalimin e aksidenteve me pasojë të jetën e qytetarëve. Faleminderit. Drejtor, përshëndetje, një pyetje të Sara Bayrakare nga televizioni Ka News, që prej miratimit të telegramit dhe udhëtimit të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit për heqjen e patrullave dhe mos ndalimin pa një shkak të drejtuesve të automjeteve, ka patur rezultat? Si është numri i gjobave në krahasim me periudhën më parë? Është reflektuar, ka një tendencë në rritje të drejtuesve të automjeteve të cilët kryejnë shkelje dhe këto që janë konstatuar nëpërmjet mjeteve inteligjente? Faleminderit. Ju bëj me pjesë nga një analizë të situatës, nga dalja e telegramit dhe për përgjithshëm, ka një rritje të dukshme të ndëshkimit të masave administrative për shtetësit. Rregull qarkullim rrugor, kemi rritur cilësinë e shërbimit, kemi transparencën dhe qytetarët janë të ndërgjegjësuar sepse kemi telefonata të plota që janë ndëshkuar në kilometër, nuk kam djeni, nuk ka bërë shkelje etj. Duke i dokumentuar këto prova nëpërmjet sistemeve të inteligjencës, ne jemi përbalur me prova dhe fakte dhe kemi dhënë para policisë të fshirës të kodit rrugor. Agjencia Kodra në 24. Pak ditë më parë, në ditët e së dielës, ndodhi një aksident periurant dhe tragjik në zonën e Ish-Shënetës në Durrës. Banorët e kësaj zone deklaruan zyrtarisht se ka pasur denoncime jo vetëm për shoferin shkaktar, por edhe për drejtues të tjerë automjetesh që kalojnë në vende të tjera apo në shpejtësitë e normave të rregulluara në këtë zonë. Por ju si drejtor të Policisë së Shtetit, a keni verifikuar se ka pasur vërtet denoncime nga ata banorë dhe çfarë është bërë pas këtyre proceseve? Faleminderit. Ju bëj me dije se detyria e Policisë së Shtetit nëpërmjet strukturës së kampionatit por detyrisë nga proporcionale ka filluar me një lidhje me shkaqe, me norma, me rregullat dhe me veprimet e policisë në lidhje me këtë situatë. Dhe së shteti do të merrë një lidhje korrekte. Faleminderit.